kjo do të japë nxitje, kam besim, zhvillimit të investimeve dhe të biznesit dhe ikosisht edhe të punësimit, edhe të amortizimit të shumë problemeve të tjera sociale. Veç saj, të vit parashikohet një rritje investimeve publike nga 18 deri në 30% dhe ka rritje të buxhetit në të gjithë sektorët, por veçanërisht përsëri vazhdojmë me një rritje shumë të madhe, rreth 30% në infrastrukturë. Dhe kjo është e kuptueshme, sepse kemi një infrastrukturë ende të dobët dhe duhet të investojmë shumë që të krijojmë vërtet infrastrukturën e vet zhvillimit të ardhmes së këtij vendi. Dhe gjatë këtij viti do të ketë zhvillime shumë të rëndësishme dhe i progres jashtëzakonisht të dukshëm, për sa i takon zhvillimit të infrastrukturës rrugore. Do të inaugurohen dhe do të mbyllen me 10 kilometra autostradë të standardeve europiane dhe ikosisht do të fillojnë shumë projekte të tjera edhe në kuadër të paktit të stabilitetit, por dhe të programeve të tjera që do të bëjnë atë që ritmet e ndryshimit të infrastrukturës në vend të rriten me shpejtësi të madhe dhe vetë kjo do të rrisë akoma më shpejt zhvillimin e vendit dhe integrimin e tij në rajon dhe në Europë. Dhe veç kësaj në gjithë fushat do ketë një rritje të shpenzimeve dhe të investimeve në arsim, në shëndetësi, të cilat janë prioritete të rëndësishme për këtë vit dhe po kështu për herë të parë ne kemi arritur të mirëkuptohemi dhe me institucione ndërkombëtare që të parashikojmë që në fillim fond të tepër të konsiderueshëm për të mbështetur Keshin për subvencionimin e blerjes së energjisë në mënyrë që pikërisht të mos përsëritet e njëjta situatë në vitin e ardhshëm dhe do të kemi edhe shumë projekte të tjera të rëndësishme që janë parashikuar në buxhet që do të fillojnë vitin e ardhshëm vetëm me investime të buxhetit apo duke mbështetur me koston lokale projekte të ndryshme. Po unë do të them se për herë të parë ne do të bëjmë disa investime të rëndësishme përmjet buxhetit të shtetit, të cilat gjithmonë kemi pritur që t'i bëjmë vetëm me donatorët. Për shembull rruga Lezhë-Shkodër, e cila do të jetë vazhdim i superstradës deri në Lezhë, e njëjtave standarde. Do të filloj këtë vit, është parashikuar në buxhet dhe do të filloj si i financim nga buxheti i shtetit. Po kështu rikonstruksioni, sepse është një rrugë tepër e rëndësishme, jo vetëm për zhvillimin e Shkodrës, që po për nxitjen e investimeve atje, për të shkurtuar distancën midis Shkodrës dhe Tiranës, por edhe duke patur parasysh tashmë dhe hapjen e malit të Zi për të hapur këtë korridor të ri përmjet malit të Zi dhe Kroacisë për në Europë. Rruga Vlorë-Sarandë, rikonstruksioni i saj, i cili ka filluar tashmë në pjesën më të vështirë në Llogara dhe që do të vazhdoj gjatë vitit të ardhshëm dhe disa investime të rëndësishme në disa rrugë që do të ndihmojnë në zhvillimin e turizmit, siç është rruga Velipojës, siç është rruga e Divjakës dhe rrugë të tjera të rëndësishme, të cilat i shërbejnë krijimit të shpejtë të infrastrukture për zhvillimin e turizmit. Dhe për zhvillimin e turizmit duhet përmend se jo vetëm përsa i takon problemit rrugëve, por edhe do bëhen investime përsa i takon sigurimit të ujit të pishëm, veçanërisht në zonat e bregut nga Vjora për në Sarandë apo të Velipojës, dhe po kështu një prioritet i madh mbetet problemi i ujit të pishëm për zonën e Golemit, Kavajës, që ka një situatë tepër delikate dhe të kumuluar dhe kaluara. Por kam besim se buxheti i vitit të ardhshëm do të jetë buxhet edhe më i prekshëm edhe më i dukshëm për qytetarët.